Me dëgjoj me kujdes dhe them për të gjithë të teleshikuesit të nderuar të platformës të pamfletit që unë kam një shenjtë në jetën time. Me atë mentalitetin tim, po përdor termin shataresk, burrin. E kam shenjtë. Kur them e kam shenjtë, kam shenjtë. Burrëria nuk është fshatareske. Mirë, dakor, po përdor termin popullor. Po, okay. Popullor, atë burrin. Që do të thotë çfarë kam parë, çfarë kam dëgjuar, kam folur me zotin Berisha drejtues të tjerë të Partisë Demokratike për gjatë 20 viteve, të nivele të ndryshme të lartë flasim, të aktivitetit politik, un kam vija të kuqe që nuk i shkel. Dhe nuk e kam moralin tim që të dal tani se çka kam folur në shtëpinë e zotit Berisha, i cili më ka kërkuar, e kam takuar kur ishte në rreth shtëpia dhe kam lënë 45 minuta gati tek duke folur për politikën dhe ku ka marr vetëm kaq do të them premtimin për të vazhduar në politikë bashkë. Gjë të cilët nuk u mbajt ky premtim. Kaq. Të tjera detaje as mos mendoni që do t'i them ndonjëherë. Jo, për këtë e bëra pyetjen unë se nuk na intereson pjesa tjetër. Dhe thash edhe në harkun kohor një javë kam dërguar mesazhet që nuk më përgjigj. Kjo ka qenë kontaktet e mia me zotin Berisha. Absolutisht asnjë kontakt tjetër. Nuk jam nga ato persona të cilët bëjnë tjerët kur patet ditëlinjë zoti Berisha. Kur e patëm 15 tetor, që më 6 mjesë i çosh mesazhe në grupin e WhatsAppit për ta uruar më para. Unë as nuk kam bërë gjë të tillë. Se kur kisha uruar 3 vite tjerë, s'do uruaj në vitin tjetër. Po pra, quhet servilizëm pastaj, jo koherencë. Po. E qartë, po në atë grup ti ke thënë që vetëm grup pune nuk është. E kam thënë pra, sepse më shumë nuk artikuloheshin teza, gjëra dhe gjëra, po merresh me ditëlinje me budalliqe të tjera, me ty bëj like, ty bëj elogje njëri tjetrit, budalliqe, nuk e kam, nuk është kjo qasja ime. Nuk është kjo qasja ime. Qasja ime është që të jem rregull sistematik në opozit. Detyra ime në komisionet parlamentare, detyra ime në seancë plenare, detyra ime në zonë, takimet në zonë me qytetarët dhe detyra ime në media për denoncime. Dy elementit që duhet të ketë një politikan opozitar, guximin dhe denoncimin. Dy elemente që nuk kanë patur. Tani më thuaj çfarë reagimesh more në Confident brenda Partisë Demokratike nga eksponentët kryesor, qoftë përfshi dhe zotin Berisha pas rezultatit të primareve fill. Të komplimentoj dikush, të komentoj. S'ka pasur asurime? Nuk jo fare, biles nga 2-3 elementë të lartë janë aty që s'po i them emrin, ka qenë shqetësuar që si fitoi ky katonari këto aty. Si fitoi ky katonari atë. Po pra thuaj. Nuk të mposhti dot qytetari në këtë drejtim. Mirë, tani do të ndalemi te momenti kur ti shkove tek Adriatik Lapaj, tek nisma Shqipëria bëhet, si quhet tashmë koalicioni mes tij dhe Endrit Shabanit. Në ç'më moment shkove? Pse ndodhi? Po. Thash. Prej mishit dhe gjakut dhe emocionit fort. Shumë qindra SMS, qindra telefonata nga mbështetës, simpatizantë të mi, edhe bashkëpunëtorët e mi të Peqinit dhe nga jashtë shtetit që më kërkuan që do duhet që patjetër të dalë për të kandidatuar. Në një kohë që pata 5 kërkesa nga forcat e tjera, përjashtuar vetëm me Groshehin, që po atë kur të tjera nuk i përmend, kush ishin gjithë tjerë ka kërkuar, që s'kam kontaktuar asnjëri, po më kontaktuan për të qenë pjesë e formacionit. Dhe nga gjithë to unë zgjodha për Shqipëria nisma. Po, e Adriatik Lapaj dhe Endrit Shabanit, po. Dhe kjo ka qenë në momentet e fundit sepse nuk pata dëshirë. Një ditë para apo jo. Dita me orë, po, me orë, gjysmë orë përpara, tash 11:27-s. Dhe unë po të kishe patur qartësinë, që do kishte qenë disa ditë përpara, se këtu qëndron gjithë hila. Po pra do ishin bërë më mirë gjërat, patjetër. Bërë më mirë një para dhe unë do të kishte dalë i pavarur për i treguar. E pikërisht se kishte shumë nga ata njerëz që edhe unë kam diskutuar që pse nuk ka dalë i pavarur. Kisha mundësi. Se e kishte sigurt fitoren. Kisha mundësi për të regjistruar, më gjithë do kishte dalë i pavarur dhe për i treguar që sa vota kisha personale. Në një kohë që
po kaloj çik më përpara në 2005 për herë të parë, kur kam kandiduar unë, kam marrë 7% vota në emrin tim personal, në 130% partia dhe dole i pari në Shqipëri në një kohë që s'kishte fituar Partia Demokratike në 100 herë. Po. Fitova. Dhe në 2021 po kaloj pastaj prap në vota personale, ke 8000 vota personale në një kohë që drejtues tjerë të lartë Partia Demokratike me 500 vota, me 1000 vota, me 3000 vota, në një kohë që edhe një 1000 ca vota ishin pa vlesha rreth 9500 vota personale. Do të thotë dhe unë po shkoja tek kjo qasje që kishte me zotin Lapaj. Në një kohë që të nesërmen që do bëshin formalitetet e firmës e diçka të gjitha dhe kodi zgjedhor ka përcaktuar që 5 parë janë listë mbyllur. Do ti është përcaktuar, thuj hidhu përpjeti, firmo çfarë dush ti letra përpara, pasi puna e një testamenti ke noteri apo jo që ti revokon në çdo moment. Por që ti nuk ke asnjë lloj vlera, jo. Po ku çdoi ky pakti? Po pra. Atë po shpjegoj. Në një kohë që ishte vendosur 5 të parët, thash kush janë këto persona? Si i kishin familjar ata, po pra. Për pjesës hapur pastaj. Në 2019 nuk pyetën ato Lulbashës. I thanë vazhdon hyn parlament ato gjithë. Dorë njëri tjetër. I thonë me që janë njerëz kot thoni ju, njerëz të juaj dhe që të rriqen. A mund të rriqen në një me që ka njëri kot? Jo, tha nuk të rriqem dot. Ti s'të rriq dot tani sot që s'ke mandatin. Po nesër kur të kemi mandatin thonë, "Boje, provoj herë tjetër të dashtula, provoj herë tjetër." Ishte budallik, mirë. Unë nga padrejtësia ika do ishe diletantizëm politik dhe bie në padrejtësi tjetër, budallik politika ana ime. Dhe që tash kjo nuk bëhet. Domethënë gabimi ishte që të mos e publikoje atë hap që po ndërmerr. Unë po problemi është që dolja ajo atë natë që shkote sepse do shkosh në ora 12 tash që jemi s'ka ne. Ti nuk është se bëre krim, se edhe unë tani apo dakord. Jam shumë i qetë. Po pra. Unë ato po them Adretik Lape ka humbur shansin e jetës të tij politike se mandatin e parë do merrte në Elbasan. Po që do të thotë që do të ketë një forcë shumë më fort madhore, se zoti Lape mendoj unë nuk kishte A thua ti ke ndërhyr? Po ja ta them pra pikërisht. Të shkon mend tjetër. Po patjetër, ç'a bë sens që ti mos marrë se nga ato që ishin listë Elbasanit, na 2-3 vota të shohin se do marrin ato. Aq përfundoshin. A kupton? Njeriu që do merr mandat isha unë. Dhe pse ishte problem që të largoj një nga ato të vit një bashkëtor im politik i afërt. Që kisha unë sigurinë që nesër të rriqej. Po. Kaq siç ka voto njerëz vetë tezën, hallën, gjajën, babën, të dashurat, i kontrollonin ato po themi termin, kontrollojnë ato që po të drejtur, do të kishte dhënë që su merr mandatin. Ta kuptoj, kjo nuk bën sens pra. Që do të thotë pra që është një forcë madhore, e madhe që do ta mos e pranon zotin Sula sepse na prish punë. Jo. Ose financuesi tyra çdo që është, e pra se tani këtu kërcet shumë gjëja. Se s'mund të më jap dikush urdhër mua nëse unë s'kam varësi ndaj atij. Pra është diçka që për te shpatave të zotit Lapaj, mendoj unë. Kjo është historia, sepse nuk e do një mandat zoti Lapaj, po një mandat në Elbasan e merrte. 2-3 sa merr në Tiranë, gjë ishte gjë e mirë për atë. Po tani rruga na çon që Lapaj financohet nga Berisha. Nëse shkojmë trash. Unë as e kam dëgjuar, as e kam parë këtë. Jo, logjika them të çon. Tani, okay, po pas këtij momenti që u bë gabim kjo marrëveshje, nuk është se fole me këta që të kishin kontaktuar më para, se nuk ja vlen dhe mos se s'kishte më kohë. Ne fola me të gjitha, ka thonë, tash mos më kërkom qoftë zotin Lapaj. Jo, s'kishe ç'bëje më e kam fjalën. Jo, kam folur qoftë zotin Lapaj deri në momentin e fundit me zotin Shtabani, zotin Panasoko, juristët e kemi komunikuar dhe nuk është nevojë për të shpjeguar çka kemi folur. Unë ndam përfundimisht që nuk bëra dakord që unë isha unë i cili personi të cilët nuk pranova dhe refuzova që të vazhdoj me to. Jo çka thonë ato që morëm në vendim kryesin. Po atë natë një orë përpara mlodh kryesin që pranon mua. Me datë 13 unë nuk rash dakord, thash vazhdoni rrugën e juaj. Tani, Partia Socialiste, kryeministri Rama ka bërë një ftesë edhe publike për ju. Madje në mos gaboj 3 ditë më parë un kam parë një status në rrjetet sociale, një video mesazh, një nga kandidatet vajzat e reja të Partisë Socialiste në Elbasan, besoj e keni ndjekur, që ju premtonte ju nëse do i bashkoheshit Partisë Socialiste se çdo të bënte përkthyer në investime në zonën tuaj. E keni ndjekur apo? Besoj ajo ishte pjesa më konkrete e ftesës, kam përshtypjen se ajo nuk e ka bërë me kokën e vet. Pse e ka bërë me kokën e vet? Dgjoj. Ne jetojmë në Shqipëri. Kemi lidhjet, negocimin fisi, farevesi e njohjet gjithë. Ajo Shqipëria do të kemi të qartë tani. Nuk është vështirë as për ty, as për mua nesër, po të gërmosh të mbjesh
një lidhje misie për të takuar për Po. një bisedë, për një nder, për një respekt apo për të patur një kontakt, të themi të qartë. Që nuk mungojnë edhe. Që në atë aspekt nuk është se ka munguar nga shumë, po të them madje shumë. Shumë të them. Edhe lista sepse edhe socialistët cilët janë tani nëpër listat për të kontribuar, për të ndihmuar për të gjë që unë i kam refuzuar, që jemi të qartë. Nga i parë deri në fundit që nuk jam përzir, dhe unë sot do bë një javë dhe nuk merrem fare me fushatën, absolutisht. Nuk kam merrem me punët e familjes sime dhe nuk kam vendosur asgjë. S'ke pasur ftesë zyrtare nga PS-ti? Tani, Domethënë? Nuk Se që të kanë kontaktuar deputet, po pra, nuk kjo kam është pasur. tjetër gjë. Jo, nuk kam pasur ftesë zyrtare që jemi të qartë. Nuk kam pasur ftesë zyrtare absolutisht. Përveç ftesave publike që ka bërë zoti Rama në atë lloj forme të gjërat, ose diversioni që ka bërë zoti Rama, që të jemi më saktë. Mes atyre vlerësimi ishte i konfirmuar. Dakor. Se ai e ka të tijën atë lloj. Dakor. Edhe unë po ju them një gjë. Më firmoj bisedë disa kolegëve socialistë që më kanë thënë që është e turpshme që mos jesh ti vazhdimin politik në Partinë Demokratike, sepse mbas Ali Berishës njeriu më i fortë që ke bërë opozitë kundra nesh ke qenë ti. Po, është vërtet. E ka marrë ndoshta si kompliment ose më bë për ta bërë çefin tjetër gjë. Jo, ke bërë opozitë më origjinale ti. Origjinale. Më bie po themi. E kam bërë ti gjë. Dhe mua më ndërprer në karrierën time politike, në kulmin tim politik dhe më konsideroj më shëmzuan të gjithë kontributet e mia me zero dhe kam thënë të shprehen kur nuk ta din shtëpia, ta di komshia. Kjo që u interpretuar rëndom në media ditët e fundit si një e vërtet që ti po mendohesh realisht për të shqyrtuar ftesën e Ramës. Jo, nuk kishe të bëte këtë, unë thjesht deklarova. E le të hapur për vendosje një fushë pra. Çfarë kërkon liri. Unë thash këtë politike. Thash këtë që çfarë konstatojnë dhe kundërshtarët tonë politik që ma di vlerën kundërshtari im politik dhe nuk ma di. Dakor, po kushtin për kë e kishe ti? Tani, logjikshëm. Kushti që kërkoj liri politike. Tani, liria intime. Dgjoj, nëse unë do të vazhdoj, tani unë deri në 11 maj, akoma nuk kam vendosur do lexoj rezultatet 11 maj një herë. Tani jam akoma në moment të reflektimit që jemi të qartë. Jam në akoma në moment që s'kam ndarë asgjë në çfarë rrugtimi politik do kem.